Lezhë është rënditur mëngjesin e kësaj të diel nga vrasja makabre e një 57 vjeçari në oborin e shtëpisë së tij. Krimi i rënd ka ndodhur duke zbardhur e diela në talet e Lezhës dhe motivi kryesor dyshohet se ishte gjakmarrja. Viktima është identifikuar si Pjetër Kaza. Familjarët e kanë gjetur trupin të qelluar me armë zjarri brenda mjetit të tij, të cilin po e parkonte në oborrin e banesës. Policia bëri me dije se trupi është konstatuar nga bashkëshortja e viktimes rreth orës 5 të mëngjesit, pak momente pasi ai ishte kthyer nga turni i natës, pasi punonte në minierën e Spaqit në Mirdit. Kaza dyshohet se është qelluar me armë zjarri në silenciator, pasi nuk janë dëgjuar asnjë zhurmë. Duke përfituar edhe nga errësira, autorët i kanë zënë prik 57 vjeçarit teksa po hynte në banesë. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, po vjon punën për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar disa gëzhoja, si dhe janë shoqëruar dhe po merren në pyetje disa persona të cilët mund të kenë ndjenjë rreth vrasjes. Hetimet paraprake po përqendrohen në pjesën e hakmarrjes, pasi viktima është pjesë e një familje të përfshirë në një konflikt të përgjakshëm që daton prej vitit 1994.